Një nga gazetarët më të afërt të familjes Schumacher ka zbuluar detaje të reja mbi gjendjen shëndetësore të legjendës së Formula 1 mbi 11 vjet pas aksidentit të tij tragjik me ski. Ish kampioni 7 herë i botës në Formula 1, i konsideruar nga shumë kush si piloti më i madh i të gjitha kohërave, posoi një aksident të rënd me ski në dhjetor të vitit 2013, vetëm një vit pas të rriqjes nga garat. Ai u transportua me urgjencë në një spital në Grenoble, Francë, ku u vendos në komë artificiale për muaj të tërë. Gjendja aktuale e Schumacherit. Prej atij momenti, informacioni mbi gjendjen e tij ka qenë tepër i kufizuar, me familjen e tij që ka mbajtur gjithçka në privatësi ekstreme. Së fundmi, Felix Guarnar, gazetari i njohur i RTL dhe një nga njerëzit më të besuar për lajmin mbi Schumacherit, ka dhënë një detaj të re mbi Daily Mail. Situata është shumë e trishtuar. Ai ka nevojë për kujdes të vazhdueshëm dhe është plotësisht i varur nga kujdestarët e tij. Nuk mund të komunikojë më me fjalë, tha ai. Aktualisht janë vetëm rreth 20 persona që mund t'i afrohen Michaelit. Dhe sipas mendimit tim, kjo është strategjia e duhur. Familja po vepron në interesin më të mirë të tij. Ata gjithmonë e kanë mbrojtur rreptësisht privatësinë e tij dhe kjo nuk ka ndryshuar. Si komunikon Schumacher? Përveç deklaratës së Guarnar, edhe Elisabetta Glegoraci, ish bashkëshortja e Flavio Briatores, ish shefi i Formula 1-shit, ka dhënë më shumë detaje mbi mënyrën se si Schumacher komunikon me botën përreth. Michael nuk flet, ai komunikon vetëm me sy. Vetëm 3 persona mund ta vizitojnë, edhe unë e di se kush janë ata. Ata janë zhvendosur në Spanjë, ku gruaja e tij, Corina, ka ngritur një spital të veçantë në shtëpinë e tyre për ta trajtuar atë. Qëndrimi i familjes Schumacher. Para këtyre zhvillimeve të fundit, burimi kryesor i informacionit mbi gjendjen e Schumacher ka qenë gruaja e tij, Corina, e cila foli në një dokumentar të Netflix në vitin 2021. Më mungon Michael çdo ditë, por nuk jam vetëm unë. Janë edhe fëmijët, familja, babai i tij, të gjithë rreth tij. Të gjithë e ndjejnë mungesën e Michaelit, por Michael është këtu. Ndryshe, por është këtu, dhe kjo na jep forcë, jemi bashkë, jetojmë së bashku në shtëpi. Ne bëjmë terapi, bëjmë gjithçka që mundemi për të përmirësuar dhe për të siguruar që ai ndihet rehat dhe i dashuruar nga familja e tij. A do të zbulohet ndonjëherë e vërteta mbi Schumacher? Pavarësisht viteve të kaluara, familja Michael Schumacher ka qëndruar e vendosur në mbajtjen e privatësisë së tij. Vetëm një rreth shumë i ngushtë njerëzish ka akses tek ai dhe nuk janë publikuar asnjëherë foto apo video të tij që nga aksidenti. Gjendja e tij mbetet një mister dhe vetëm gjë e sigurt është se ai vazhdon të luftojë me një familje që e mbështet dhe e mbron me çdo kusht.